Përzihet. Dhe t'i vjeket. Shëndetje, sot po fillojmë me cinnamon roll. Produktet tani do ishin në vijim. Kjo e veçanta e cinnamonit është që e ka kremin, do të thonë që i vejet sipër. Normal, edhe cinnamoni e këto tjerat mrena, ama e veçanta është që e ka kremin sipër. Këtë krem, unë e për veti ma vje vllau prej Dubajt, se unë e kom vllaun jetën atje, edhe ma vjen produktin prej atje, unë veç e mbaroj, sa ata vjen si plur, unë e rregulloj edhe e servoj këtu. Tash do me përgatit recetën për cinnamon roll. Atëre, që këtu është 250 mg qumsht, këtu është 100 gram buter, një vezë, një lugë gjelle i qesim fart bukve, maj bukes, edhe 3 lugë sheqer. Pe vokum pak qumshtin, duhet me shkri për me qitën mbron. Të buteri është i shkrim taman. Tash e qesim pak miell. Fillim. Të ja qesim një lugë gjelle ose 10 gram. Për të qëta njëherë. Me këto mas më na dëmtu fara e bukës. Qesim 3 lugë sheqer. 3. Edhe shumë pak krip. Më thonë gjys lugë çajit për afërsisht. Tash e hedhim buterin. Ta bëjmë për me pa. Tash e bëjmë brumin. Unë brumin e bëjmë me dorë. Gjithëherë e bëjmë me dorë. Se dora mas miri e din sa është brumi i fermentum i bëjmë. I rregullum. Brumi është ishte gati. Brumin do të me ngjesh dhe i të largohet brumi prej dore. Që atëherve që është i bom. Edhe e prisim. Tash brumi cinnamonit ka ardhë. është bo gati. është veç i përfundum. Tash të 100 gram buter. është kanela, duhet 3 lugë kanel edhe 5 lugë sheqer i kaft. Ta sheqerin e kaft një e të qesim. Qes edhe pak se e mora për qysëm ato tjiret. Tash edhe 3 lugë kanel. Përzihet. Dhe t'i vjeket, i shkrihet buteri që mos t'jetë pjesë. Këtë shtresën e silikonit që ja vendosi për mos më u bën shumë me miell mra për fundi, për shkak që slyhen sipër no. Mundohem sa ma pak mi qit miell. Këtë tash kjo përfundoj.
dhe me anë të penit, fillojmë ndojnë ndomjen. Cinamonat janë gati. Tash ja qesim krimin. Ky krimi është si pluhun e marrune. Është krem që mbjen prej Dubajt. Tani këtu e bëj veç tritjen.